Ndërtimi i linjës nënujore të transmetimit Shqipëri-Itali do nis brenda këtij mandati i qeverisës. Objektivi është parashikuar në programin e miratuar 2025-2029, kundër të tjera thuhet se ky projekt do mundsojë integrimin e plotë të vendit në tregun evropian të energjisë. Linja nënujore e transmetimit të energjisë elektrike Shqipëri-Itali është pjesë e korridorit 8 që lidh Evropën me Bullgarinë, duke kaluar përmes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sikurse për projektet rrugore dhe hekurudhore, edhe linjat e transmetimit energjetik ndjekin të njëjtën gjurmë kalimi, duke nisur nga Bari e Brindisi në Itali për të vazhduar në Vlorë e Durrës drejt Elbasanit Qaftanës, ku bëhet lidhja me Maqedoninë e Veriut e për të përfunduar në Varna e Burgas në shtetin bullgar. Zhvillimet e para konkrete për ndërtimin e kabllos nënujore Itali-Shqipëri u shënuan në 24 maj 2007, por pas shumë vitesh, projekti u rikthye në vëmendje në vitin 2023, ku përmes një takimi të zhvilluar nga OST shqiptare me drejtuesin e operatorit të sistemit të transmetimit italian, u nda mendimi i përbashkët mbi nisjen e punës për hartimin e projektit të fizibilitetit teknik dhe ekonomik. Po ashtu në dhjetor 2023 u njoftua arritja e dakordësisë me qeverinë italiane dhe me Emiratet e Bashkuara, që kishin vendosur të ishin pjesë e projektit për ndërtimin e kësaj linje energjetike. Gjithashtu në gusht të vitit 2024 u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të operatorëve të transmetimit të dy vendeve. Gjatë takimit u theksua se linjat e interkoneksionit janë teje të rëndësishme, jo vetëm në aspektin energjetik, por edhe në marrëdhëniet gjeopolitike. Aktualisht sistemi shqiptar i transmetimit është i lidhur me sistemet fqinje të Kosovës, Malit të Zi dhe Greqisë, me 6 linja interkoneksionit të shkëmbimit ndërkufitar, ndërsa në proces është dhe lidhja me Maqedoninë e Veriut.